Dhe thot Allah subhanahu wa taala, e më pas do të sillen për në xhennet grupet e atyre njerëzve të cilët ju frikësuan Zotit të tyre, pra në jetën e kësaj bote e kishin frikë Allahut, pra ishin të devotshëm ndaj Tij. E kur të arrin tek ai, pra tek xheneti, do t'u hapen portat e xhenetit dhe rojtarët e xhenetit do t'u thonë selamun aleikum, pra do t'i përshëndesin me selam, tibtum, ju jetuat mirë në jetën e dynjas, pra ishit të bindur, të përkushtuar, ishit besimtar të mirë. Prandaj fadkhuluha khalidin, hyni në të përgjithmonë. Pra hyni në të, sepse kur nuk do të dilni më prej tij, kur nuk do të largoni më prej tij. Dhe kemi përmendur këtë ajet në temat e mëparshme. Dhe ndërsa thotë Sahihu Imam Muslimit, për cilët nga Enesi radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do t'i afrohen portës së xhenetit në ditën e Kiametit dhe do të kërkoj që të më hapet. Pra, do të kërkoj profeti alayhi salatu wassalam që t'i hapet kjo portë e xhenetit. Dhe roja, portieri, pra roja në këtë portë, do të më pyes duke thënë: cili je ti? Unë do t'i them: jam Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe ai do të thotë: për ty jam urdhëruar. Për ty jam urdhëruar dhe nuk do ta hap portën për askënd pas teje. Pra, jam i urdhëruar nga Allahu që portën për herë të parë ta hap vetëm për ty dhe për askënd tjetër. Dhe për askënd tjetër. Pra kjo portë do të hapet dhe vetëm kur ti të kërkosh leje që ajo të hapet. Dhe gjithashtu thotë, dhe në këtë hadith lezer, ndër të tjera, çfarë kuptojmë? Përveç se del në pa që portat e xhenetit kanë roje, kanë rojtar, dhe se portat e xhenetit për herë të parë do të hapen vetëm kur t'i afrohet dhe të kërkoj leje për këtë gjë i dërguari i fundit Muhamedi alayhi salatu wasalam, ndër të tjerë kuptojmë se sa lart e ka ngritur dhe nderuar Allahu azza wa jalla të dërguarin e tij Muhamedin alayhi salatu wasalam, saqë roja i portës së xhenetit, roja e portës së xhenetit është lajmëruar për Muhamedin alayhi salatu wasalam dhe është i përgatitur për të përpara se ai të vi. Përpara se ai të vi. Shihni çfarë nderimi ka bërë Allahu azza wa jall të dërguarit e tij alayhi salatu wassalam. Më pas sot autori gjithashtu kemi përmendur më parë edhe hadithin e Buhari's muttafaqun alayh, pra që është Buhariu dhe Muslimi. Kjo fjala muttafaqun alayh unë ta keni hasur ndonjëherë në librat e hadithit. Për disa dietar ka kuptimin që është ky hadith është si te Buhariu dhe Muslimi, ndërsa për të tjerë ka kuptimin që i njëjti hadith është te Buhariu dhe Muslimi, por me të njëjtin tekst. Gjithsesi, e rëndësishme është që të njëjtin hadith e përcjellin apo gjendet në dy librat më të saktë të hadithit, si te Buhariu ose te Muslimi. Dhe hadithi është se profeti alayhi salatu wasallam thotë: "Men anfaqa zawjaini fi sabilillah", ai që shpenzon dy të njëjta në rrugë të Allahut, do të thirret nga rojtarët e xhenetit, nga çdo rojtar i portës së xhenetit. Pra do të thirret nga rojtarët e portave të xhenetit. Eja, eftojnë, eja. Dhe kur dëgjoi këtë hadith Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu tha: "O i dërguari i Allahut,
a do të jem unë prej tyre? Thotë, a do të jetë dikën që do të thirret nga të gjitha këto porta? Profeti alayhi salatu wasallam tha, po, dhe unë shpresoj që ti të jesh prej tyre. Po, dhe unë shpresoj që ti të jesh prej tyre. Pra, edhe në këtë hadith tjetër të saktë na tregohet që portat e xhenetit kanë rojtar. Pra, ky vend i mrekullueshëm ruhet. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për rojtar që të ruajë xhenetin e tij, por krijon krijesa të tilla dhe na paraqet xhenetin neve në këtë mënyrë, duke na treguar sepse këto detaje çfarë? Këto detaje plotësojnë atë mozaikun e madhështisë së xhenetit. Plotësojnë mozaikun e madhështisë së xhenetit. Pra ky vend i mrekullueshëm pas ka rojtarët e tij. Gjë që e bën akoma dhe më të sigurt si vend nga çdo gjë e dëmshme që nuk mund të hyjnë në të. Dhe e shihni edhe dëshirën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kur dëgjoi këtë hadith tha, o i dërguari i Allahut, a do të jetë dikën që do thirret nga të tëra këto porta dhe nga rojtarët e këtyre portave? Profeti alayhi salatu wasallam tha, po, dhe shpresoj që ti të jesh prej tyre. Kjo pyetje e Abu Bekrit çfarë tregon vëllezër? Kjo pyetje e Abu Bekrit tregon se sa thellë dhe sa fort e përjetoi Abu Bekri këtë hadith të profetit alayhi salatu wassalam. Ja ne e dëgjuam hadithin që të gjithë. A na lindin neve një preokupim i tillë, një dëshirë e tillë? Na lindin zemrat tona deri në atë pikë sa na shtoj mendja për një pyetje të tillë? Nuk ndodhi, ose mund të ndodhur. Shihni vlerën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj dhe muslimani kur lexon ajetet e Kuranit, kur dëgjon apo lexon hadithet e profetit alayhi salatu wasallam, duhet i përjetoj, duhet i ndjej. Sepse nuk janë thënie njerëzish, janë shpallje nga Allahu azza wa jall. Dhe bëjmë fjalë për çështjet më të rëndësishme. Ku profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e njohur të Muadh e cila është e drejta e Allahut tek robërit dhe e drejta e robërve tek Allahu, dhe më pas në fund tha që Allahu më e drejta e robërve tek Allahu që të mos i dënoj nëse ata nuk i bëjnë shirk atij. Çfarë tha Muadhi? O i dërguari i Allahut, a ti përgëzon njerëzit për këtë gjë? A tu a jap njerëzve të si hariq të lajm? Cili është ky lajm i gëzueshëm, ky si hariq, ky përgëzim i madh që Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon njerëzit me tauhid të plot. Nuk i dënon. Dhe quajti këtë lajm të gëzueshëm saqë donte ti lajmëronte të gjithë sahabët. Ti u jepte atyre si hariq, myshde, përgëzim. Pra shihni sa shumë e përjetoi Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu këtë hadith dhe çu ishte gjendja e sahabëve. Prandaj edhe ne nuk duhet të jemi thjesht në leximin e Kuranit, të jetë një lexim të mbarojmë faqen, të mbarojmë xhuzin. Jo, ta lexojmë, ta përjetojmë. Por çu dhe hadithin ta lexojmë apo ta dëgjojmë dhe ta përjetojmë. Dhe thot më pas autori Ibn Qayyim, Allahu më shiroftë, Allahu subhanahu wa taala kryetarin e rojtarëve të xhenetit e quajti Ridwan. E quajti Ridwan. Dhe ky është një emër me përjardhje nga rida, kënaqësia. Nga kënaqësia. Ndërsa rojtarin e zjarrit të xhenemit e quajti Malik. Dhe ky është një emër me përjardhje nga al-mulk apo milk, që tregon forcë të madhe, forcë të madhe. Përse për këtë emrit të rojtarit të xhenetit, kryetarit të rojtarit të xhenetit Ridwan, nuk ka ndonjë hadith të saktë për të gjë nga profeti alayhi salatu wasallam. Pra nuk ka argument saktë që rojtari i xhenetit quhet Ridwan. Por vin e thar fjalë nga selefët që e përmendin me këtë emër dhe nga dietarët, nga disa që e përmendin, e lejojnë, e tolerojnë diçka të tillë. Por për ta ditur, nuk ka hadith të saktë që rojtari i xhenetit quhet Ridwan, ama nëse dikush e përdor,
E kanë toleruar dietar diçka të tillë përdorimin e këtij emri. Ndërsa për sa i përket rojtarit të xhehenemit me emrin Malik, po përmendet në Kur'an, ja Malik liyaqdi alejna rabbuk, po Malik lutë kërkoj Zotit tonë që të na vdes. Pra kur banorët e xhehenemit të jenë atë, Allahu na ruaj, në atë dënimin shkatërimtar të paimagjinueshëm, do të kërkojnë që të vdesin në mënyrë që mos përjetojnë dënim, më mirë të vdesin, sepse janë në një jetë as të gjallë dhe as të vdekur. Pra imagjinoni çfarë gjendje përjetojnë ata. Pra njeriu kur është smur rënd, është i gjallë, por është smur rënd, është në një gjendje që ja dëshiron vetes vdekjen, dhe dhimbjet që mund të ketë. E jo më të jesh në zjarrin e xhehenemit. Prandaj do të thonë Malik, kërkoj Zotit tonë që të vdesim. Thua që ne duam të vdesim. Ndërsa tema radhës thotë cili është i pari që do të trokas në portën e xhenetit. I pari që do të trokas në portën e xhenetit. Dhe sjell disa hadithe, të cilat nuk saktësohen, prandaj argumenti i vetëm i saktë që përmend në këtë temë është hadithi i Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu të sahih Imam Muslimit, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ana aktharu an-nasi tab'an yawm al-qiyama wa ana awwalu man yaqra'u bab al-janna. Un jam njeriu që do të jetë më shumë pasues në ditën e Kiametit. Pra profeti me umetin më të madh në ditën e Kiametit që do të paraqitet është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Umeti me numrin më të madh. Pra pasuesit e tij janë më të shumë se të çdo profeti tjetër, dhe jam i pari që do të trokas në portën e xhenetit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i fundit për tyre, i pari që do të trokas në portën e xhenetit. Tema radhës që sjell autori thotë cili është umeti i parë që do të hyjë në xhenet. Ne dim që në jetën e kësaj bote ka pasur shumë umete. Aleikum selam Çdo profet ka pasur pasuesit e tij, bashkësinë e tij, popullin e tij që e kanë ndjekur, që e kanë besuar. Ndërta dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe u njohë më parë se do të ketë numrin më të madh të iftarëve, pasuesve të tij. Dhe cilat nga këto ummete do të hyjnë të parët në xhennet. Sepse dhe hyrja fillimisht apo i pari në xhennet është mirësi e madhe. Pra ta përjetosh xhennetin më përpara se të tjerët. Dhe të shpëtosh nga e gjendje pasigurie që mund të jesh më përpara se të tjerët. Për cilët në dy sahihet nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, pra hadithi që sjell autori, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nahnu as-sabiquna al-awwaluna yawm al-qiyama bayda annahum utul kitaba min qablina wa utaynahu min ba'dihim. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ne jemi të parët që ne jemi të parët në ditën e Kiametit. Pra umeti i parë në ditën e Kiametit, çfarë kuptimi ka umeti i parë në ditën e Kiametit? Të parët me të cilët do të fillojë llogaria. Të parët që do ta kalojnë urën e Siratit, e siridhoi të parët që do të hyjnë në xhenet. Umeti Muhamedit alayhi salatu wasallam, pra ne, Allah na bëft prej xhenetlinjve. Ne jemi të parët në ditën e Kiametit, edhe pse të tjerëve ju dha libri përpara nesh, pra edhe pse përpara nesh pati umete dhe profetë të tjerë, ishte Musa alayhis salam me umetin e tij, ishte Isa alayhis salam me umetin e tij, pra ju dhanë natyre libra, njëri Taurati, tjetri Injili, edhe neve na është dhënë pas tyre. Pra edhe pse në kohë jemi të fundit, në ditën e Kiametit Allahu Azza wa Jall do na bëj pararoj, do na bëj të parët, umetin parësor. Dhe të njëjtin hadith autori e sjell edhe me rrugë të tjera transmetimi. Pastaj ndër argumentet
se këto janë pra tema e radhës që sjell autori thotë cilët janë të parët që do të hyjnë nga ky umet në xhennet dhe cilat janë cilësitë e tyre. Pra, na njoh autori se umeti i parë që do të hyjë në xhennet është ky, umeti Muhamedit alayhis salam. Po nga umeti Muhamedit alayhis salam, cilët janë besimtarët, njerëzit e parë që do të hyjnë në xhennet? E qartë? Dhe sjell autori hadithin e Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu tek të dy sahihet, pra te Buhariu dhe Muslimi, se profeti alayhis salam ka thënë, grupi i parë që do të hyjë në xhennet do të kenë pamjen e hënës natën e Bedrit. Pamjen e hënës natën e Bedrit. Nata e Bedrit është nata e 14 e muajit e çdo muaji hënor. Dhe quhet Bedr sepse hëna në këtë natë merr formën e plotë të rrumbullakët. Muaji si fillon me hënën e hollë, trashet, derisa në mes të muajit, në natën e 14 bëhet arrin atë plotoson atë rrethin e saj, formën rrethore të saj. Dhe më pas fillon dhe hahet prap, gërryhet prap. Hëna që shënon përfundimin e muajit dhe fillimin e muajit pasues, vijues. Pra thot profeti alayhis salam, grupi i parë i besimtarëve që të hyjnë në xhennet do të kenë pamjen e hënës së plotë. Dhe kur hëna është e plotë në një qiell të pastër, ajo është më e bukur, e rrumbullakët, më e shndritshme, ndriçimi i saj është më i fortë. Pra është më e bukur se në çdo natë tjetër. Dhe të tillë do të jenë edhe besimtarët. Pra fytyrat e tyre do të duken, jo se janë hënë. Nuk është kuptimi se janë hënë. Por siç duket e bukur ajo natë e plot, ajo hënë e plot, ku edhe për qark saj është errësira e natës, dhe ajo shndrit dhe vezullon në atë errësirë që e rrethon, është shumë e dukshme, shumë e shndritshme duket. Shu do të shndrisin dhe do të ndriçojnë fytyrat e këtij grupi besimtarësh që do të jenë të parë që do të hyjnë në xhennet. Dhe në të thot profeti alayhis salam, ata nuk do të pështyjnë, pra nuk do të jenë pështym banorët e xhennetit. Dhe as gëlbas, sekrecione të tilla, nuk do të kenë. Dhe as jashtëqitje, nuk ka. Enët e tyre, krehrët e tyre do të jenë nga floriri dhe argjendi, por kështu ata do të kenë atje edhe, keni parasysh atë, se me një fjalë shqip mund ta përkthejmë, nuk i keni parë, dikush i ka parë konkretisht dikush nëpërmjet internetit e tjerë. Arabët nuk përdorin atë drurin për aromë, pra kanë një enë si formë kupe është ajo, si biçim kupe, ku në të vën pak prush dhe mbi këtë prush thëngji vendosin pak nga një lloj druri veçantë, i cili digjet gradualisht, lëshon tym dhe ky tymi ka aromë të mirë. Do ta kenë në xhenet banorët e xhenetit të gjë. E normalisht nuk është se i dynjas, por nga parfumet e xhenetit do të jetë edhe kjo. Dhe djersa atyre është misk. Djersa banorëve të xhenetit është misk. Pra nëse djersa në dynja është mundim, të duhet ta heqësh, ta pastrosh, sepse është mbetja e saj, është pa pastërti, por është edhe aromë e rëndë. Në xhennet do të jetë krejt e kundërta. Djersa do të jetë diçka e bukur. Nuk do të jetë as pak e rëndë, e bezitshme me erën e saj, fare, por do të jetë aromë misku. Dhe nëse ne na mahnit misku i dynjas, si mund të jetë misku i xhennetit? Tani arrin pjesa më e bukur. Dhe secili prej tyre do të ketë 2 gra.
Ta shpejtojmë që shpjegimin të se më thot dikush pse kaq pak. Kuptimi i dytë gra, jo se nuk ka për qëllim për kufizimin në numër, por është thjesht shprehje që përsëritet. Thumma irji'il basara karratayn. Thumma irji'il basara ilayka karratayn. Më pas ktheje shikimin tënd te vetja jote te ty 2 herë, thot Allah subhanahu wa taala. Pra qëllimi nuk është për kufizimin në numër 2, por përsëritje. Kështu që mos u stepni pse 2. Dhe i përshkruan bukuritë e tyre profeti alayhis salam thot dhe duket palca e kërcimve të tyre përtej mishit. Nga bukuria që kanë thot, duket palca e kërcimve, kockave të kërcimve të tyre përtej mishit. Pra, ato janë në një lloj bardhësie dhe kristaliteti aq të bukur, aq të mahnitshëm, aq të thjellta, aq të bardha janë trupat e tyre, saqë duket edhe kjo gjë. Dhe kjo gjë tek hyriet e xhenetit është bukurie e madhe. Është bukurie e madhe. Sepse trupat e tyre nuk janë si trupat e njerëzve në dynja. Pra nëse dikujt në dynja i duket kocka, është diçka që na neverit, na tmerron. Ja. Në xhenet trupat e hyrijeve të xhenetit do të jenë si kristali, transparente, të atilla, saqë do duket edhe ajo çfarë është brenda kërcimve të tyre. Aq të bardha, aq të kristalta do jenë. Dhe ndërmjet tyre nuk ka kundërshtime dhe as inat dhe urrëtie, thot profeti alayhis salam. Zemrat e tyre do të jenë si zemra e një njeriu të vetëm, pra do të jenë për çdo gjë dakord. Nuk do të jetë debat. Nuk do të jetë po, jo, dua, s'dua. Jo, çdo gjë do të jenë, për çdo gjë do të jenë dakord, në pajtueshmëri dhe dakordsi të plot. Nuk ekziston mospëlqimi, pakënaqësia, mosdakordësia, aq më keq urrëtia apo inati fare. Si të jetë zemra e një njeriu, si të jetë një njeri vetëm. Pra aq dakordsi të plot do të jenë, sikur të jetë një njeri i vetëm, dhe në të i bëjnë tesbih Allahut mëngjes e mbrëmje, banorët e xhenetit. Dhe ky tesbih që bëjnë banorët e xhenetit nuk është obligim për ta, siç e kemi ne në dynjë në këtë aspekt. Jo. Por frymëzohen. E kanë si frymëzim, u vjen natyrshëm. Dhe jo se e bëjnë si diçka që e ndjejnë si detyrë ndaj Zotit të tyre, siç e kemi në këtë botë, sepse në xhenet nuk ka më obligime. Zoti Bujardhi i gjithëmëshirshëm vetëm pak vite na kërkon na ka obliguar në dynja, për të na dhënë pastaj rahatin e përjetshme. Shplodhjen e përjetshme. Kënaqësinë e përjetshme. Pak punë kërkon nga ne për të fituar përjetësinë. E robi i dynjas punon gjithë jetën për ca vite në pleqëri të marr pensionin, thotë. Që do marrësh pensionin, që s'është as sa gjysma e rrorës, më pak. Që nuk të del për ilaçet e tua, flasim për tu. Për shpenzimet e nevojshme të tua, po s'pate fëmijë që të mbajnë, me atë pension mbarove. Dhe Zoti Bujar, i butë, i mëshirshëm, dhurues i madh, që i jep njeriu dhunti të mëdha, begatuesi, pak vite kërkon nga dynjaja të punosh. Dhe ato që të kërkon janë të lehta. Dhe kur ti nuk ke mundësi ta pranon justifikimin, edhe pse janë të mangëta, prap ti pranon, prap të shpërblen dhe të jep kënaqësinë e përjetshme. I njëjti hadith në një transmetim tjetër, pasi profeti alayhi salatu sallam përmend se më përshkruan bukurinë e fytyrave të grupit të parë nga ky ummet që do të hyjë në xhennet, thotë
përshkruan pasaj bukurinë e grupit të dytë, ata që i pasojnë. Ndërsa të tjerët që vinë pas tyre, fytyrat e tyre pra do të ndriçojnë si ylli më i shndritshëm në qiell. Pra të parët ishin si hëna e plot në natën e Bedrit. Kurse ata që vinë pas tyre, edhe ata do të jenë me fytyra që ndriçojnë. Sa ndriçojnë? Si ylli më i shndritshëm në qiell. Pra shihni bukurinë e banorëve të xhenetit kur të hyjnë në të dhe më pas përmend atë që e përmendëm më parë. Thotë dhe sjell autori më pas hadith nga profeti alayhi salatu wassalam, që e përcjell Ibn Abbas, por siç e saktësojnë dietarët, e saktë është fjalë e Ibn Abbasit dhe nuk përcjellet si hadith nga profeti alayhi salatu wassalam, ku thuhet se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të parët që do të ftohen për në xhenet nga ky ummet në ditën e Kiametit janë lavdëruesit. Lavdëruesit, ata të cilët e lavdërojnë Allahun në çdo kohë, si në mirëqenie ashtu dhe në vështirësi. Pra sido që të jetë situata e tyre, gjendja shëndetësore e tyre, gjendja ekonomike e tyre, gjendja psikologjike e tyre e tjerë, dhe njeriu në çdo njeri në këtë botë i përjeton të dyja këto staje ekstreme, si rehatin ashtu edhe të kundërtën e tij. Gjendja e tyre është e tillë që gjithmonë janë lavdërues të Allahut, pra nuk ndryshon. Adhurimi i tyre nuk ndryshon. Mund të ndodhë që besimtarit i ndodh një hall, një problem, bie në pesimizëm, e rrallon ardhje në xhami, e rrallon ibadetin që nëse ka pasur një ibadet veçantë, për shembull e falte duhan 8 rekate, apo falte namaz natë, apo lexonte Kur'an një xhuz në ditë, i ndodh ky hall, bie në pesimizëm, nuk gjen forcë më që ta vazhdojë atë adhurim që e bënte, që ishte zakon të tij. Të tillëve nuk i ndodh kjo gjë. Besimtarëve të vërtet nuk u ndodh kjo gjë. Atyre të cilët u përmendën në këtë transmetim, që siç tham, e saktë është fjalë e sahabëve. Më pas në argumentet e sakta që sjell autori është hadithi tjetër i profetit alayhi salatu wassalam, ku hadithe që përcillet nga Ushana al-Ma'afiri, se ka dëgjuar Abdullah ibn Amrin të thotë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, a e dini ju se cilët janë të parët që do të hyjnë në xhennet? Sahabët thanë, Allahu dhe i dërguari i tij e din. Dhe kjo është një formë përgjigje me edukat e sahabëve, kur profeti alayhi salatu wasallam u drejtohej me pyetje të ngjashme të tilla. Pra tha profeti alayhi salatu wasallam, muhaxhirët e varfër, të cilët me anë të cilëve ruhemi apo ruhen muslimanët e tjerë nga situatat e vështira. Muhaxhirët e varfër, me anë të cilëve muslimanët e tjerë ruhen nga situatat e vështira, dhe mund të ndodhë që dikush prej tyre të vdesë pa ju plotësuar nevoja që ka, dhe as nuk mund t'i realizohet apo t'i përmbushet ajo. Dhe në tekstin që sjell autori, me lajket thonë, Zoti ynë, ne jemi me lajket e tu, jemi rojtarët e tu pra të xhenetit tënd, jemi banorët e qiejve të tu, prandaj mos i fut në xhenet përpara nesh. Kuptimi, siç vjen në tekstet e tjera të hadithit, është që me lajket do t'i përshëndesin ata. Allahu subhanahu wa taala do të kërkojë që t'i përshëndesin ata. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, ata janë robërit e mi që nuk më kanë shoqëruar mua kur askënd, pra në adhurim, si kanë bërë kur shirk, ortak, i dhujtaria Allahut. Dhe me ta të tjerët janë ruajtur nga situatat e vështira, janë të atill që nëse dikush prej tyre vdiste, nevoja e tij, pra nevoja që kishte ai si njeri për diçka,
mbetej në kraharorin e tij, pra nuk realizohej dot. Aq të varfër ishin, aq të pamundur ishin, nuk realizohej dot. Dhe në këtë moment hyjnë me lajket nga çdo portë e xhenetit dhe i përshëndesin ata me selam, duke i përgëzuar për durimin që treguan në dynja dhe duke i premtuar duke i përgëzuar për përfundimin e mirë në xhenet. Në këtë hadith të saktë, profeti alayhi salatu wassalam tregon për vlerën e muhaxhirëve, në mënyrë të veçantë muhaxhirëve të varfër. Gjë që do të thotë se nëse muslimani është i varfër, nuk ka pse të bëhet pesimist. Dhe as nuk ka pse ta konsiderojë të gjë si diferencim nga ana e Allahut azza wa jall. Sepse njeriu më i dashur i Allahut ishte ndërmjet të varfrit, për mos më thënë më i varfrit. Dhe ai ishte më i dashur i Allahut, njeriu më i madh, më i nderuar në dynja dhe në ahiret. Pa ndërmjetësimin e të cilit Allahu nuk do të fillojë gjykimin e krijesave. Ishte i varfër. Pra varfëria nuk është përbuzje nga Allahu subhanahu wa taala për besimtarin e mirë. Jo. Dhe as nuk ka besimtari i varfër të shohë muslimanët e pasur me hased, me smir. Sepse kjo gjë është e keqe. Ky lloj hasedi është një farë apo përmban kundërshtim dhe mos pëlqim të asaj që caktoi Allahu për ty dhe për tjetrin. Sa musliman në historinë islame njohim ne prej sahabëve dhe figurave të shuara të kësaj feje, që emrat e tyre kanë mbetur, ndërkohë që po të lexosh historinë e tyre kanë qenë ndër njerëzit më të varfër në shoqëri. Sheikh Albani, Allahu më shiroft, tregon një nga nxënësat e tij se sheikhu kishte punuar me një libër hadithesh dhe punën e kishte hedhur në fleta, pra në një blok të madh. Dhe përpara se ta botonte, ja kërkon një nxënësit e tij që ta kontrollonte, se mos ndoshta në një gabim nga pakujdesia apo diçka e pasardhë që është ndryshe nga ajo që thot shehu. Dhe gjatë shfletimit të bllokut, duke lexuar ditë pas dite, hasnë disa fleta. Këto fleta ishin fleta të një bloku faturash, ku nuk ishin vija, kur ishte botuar si blok, por vijat ishin bërë me bojë. Pra shehu lynte një fije në kutinë e bojës dhe vendos aty dhe kështu bënte vijat. Pra ishte aq i varfër sa që nuk kishte para të blinte një blok. Dhe shihni si e sajonte. Në çfarë mënyre e sajonte. Varfëria u largua. Emri i tij mbeti. Pse mbeti emri i tij? Për shkak të përkushtimit që pati në fe, shërbimit të madh që i bëri fesë. Dhe ne lutim Allahun azza wa jall që dietarët tanë t'i shpërblej me shpërblimet më të mira për kontributet e mëdha që na kanë dhënë. Se çdo hajër, çdo gjë të bukur që mësojmë nga kjo fe, dhe libri në fjalë, e kemi kontribut të tyre. Allahu na bashkof në xhenet me ta. Pra të rrov vlerën muhaxhirëve dhe mënyrë veçantë muhaxhirët e varfër. Dhe cili është kuptimi që me anë të tyre të tjerët ruhen nga vështirësitë, pasiguritë. Si gjë në transmetimet e tjera, janë njerëz se cilët qëndrojnë në llogore, pra në kufit e perandorisë shtetit islam, dhe përpara kanë vendin armik. Pra nëse ata jetojnë të qetë, janë të qetë në shtëpijat e tyre, pra muslimanët e tjerë gëzojnë me fëmijët e tyre, me bashortet e tyre, me shoqërinë e tyre, ngrysen të qetë, gdhihen të qetë, angazhohen dhe janë të qetë të sigurt, e gjitha kjo është kontributi i atyre që qëndrojnë në llogore, në kufi. Pa gjumë, vigjilent, me vështirësitë që përjetonin. Pra janë njerëz të varfër, nuk kanë asgjë, aq të varfër sa që nuk arrin dot të plotësojnë nevojat e tyre. Por bëjnë një sakrificë të atill për të cilët profeti alayhis salatu wasallam tha
se do të jenë nga të parët që do të hyjnë në xhennet. Elusim Allahun subhanahu wa taala na bëjë neve nga banorët e xhennetit, na lehtësojë neve çdo punë, çdo fjalë që na afron me xhennetin, na ruaj neve nga zjarri i xhenemit dhe nga çdo fjalë dhe punë që na afron me xhenemin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.